Luizelli, ashtu siç e dha fjalën brenda shtëpisë së Big Brotherit, e mbajti atë menjëherë pas të dalurit nga shtëpia të Stenaldo Mehillit. Luizi ditën e sotme për të gjithë shqiptarët ka ndarë një video duke u argëtuar në makinën e tij me Stenaldon dhe premtimin e dhënë që menjëherë sa do të del nga shtëpia e Big Brotherit do ta takojë Luna Mari. Stenaldo dukeshte shumë i lumtur dhe tepër entuziast që shoqërinë me Luizin e kishte vazhduar edhe jashtë kësaj shtëpie dhe ndoshta kjo ishte arritja më e madhe. Miqësia e tyre vazhdoi edhe sot, ndërsa të qeshurat mes atyre të dyve nuk kanë fund. Ju sjellim videon që Stenaldo dhe Luizi kanë takuar njëri tjetrin. Ashtu pra miq, pritje se erdhi fundi. Ju e dini që unë kam bezdime ndaj pasaxher, po kam shoferin më të mirë në Shqipëri sot. Shikoni kush është ndihmon. Stenaldo, përshëndetje pak miqt. Taka, ka mundësi nëse fol dy dhënë makinës ose lodh gjithmonë ta kam thonë këtë. Çes mo, gat kujdesi, kthej këtu. I tu që më kthy djathtas. Djathtas, prejë pak Stenaldo. Atë kena i gë klas para ta hangsha zën veç i ti mas i bjerë se bani re këti do me thonë më fut prapë me fitu çmime. Duhet me hi edhe 3 herë unë për me la për me pagu këtë makinën. Po mos çesh, o Stenaldo, ire. Dron shpejt se na erdhën. Dron se na erdhën ngjetën mund ti mos kam as patente me vete sot. Dron. S'ke patente unë s'kam ftyrë mi dal para. Ndro. Ue, hapi syt o burr, hapi syt e shive gjithë e kë klasat i hapi syt aty. Wow.